Rrjeti televiziv britanik I kushton një artikull Shqipërisë dhe dëshirës së saj për të qenë pjesë e familjes europiane. Gazetari Andrew Hosken I ndodhur në Tiranë ka intervistuar politikan dhe figura publike, me syre dhe kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj, të cilin e cilëson si kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë. Erjon Veliaj I cituar në shkrim shpreh se Europa nuk mund të konkurrojë me Rusinë me avion dhe bomba. Është politika soft power që e bën Europën të jetë ajo që është. Sipas tij nuk ka avantazhe nga të qenit një geto dhe Ballkani Perëndimor është një geto e rrethuar nga BE. Shqipëria po e merr seriozisht parasysh aplikimin në Bashkimin Evropian, madje ka krijuar një ministri që ta bëjë të mundur këtë gjë, Ministrinë e Integrimit. Në artikullin e tij Hosken shkruan se që për rënies së regjimit komunist në vitin 1991 dhe me ardhin e demokracisë, Shqipëria ka luftuar për të lënë pas të kaluarën e saj komuniste. Politikanët e korruptuar e madje edhe gjyqtarët kanë peguar rrugën e integrimit në pjesën tjetër të Europës. Edhe një numër ish komunistësh kanë arritur të mbijetojnë në pushtet. Shqipëria e sheh anëtarësimin në BE si shenjën më të fuqishme se dekadat të tëra izolimi kanë marrë fund, shkruan gazetari. Më tej në shkrim përmendet kreu I dhomës së tregtisë Nikolin Jaka, sipas të cilit anëtarësimi në BE do të kishte një impakt të madh, sidomos në produktet agrikulturore, ndërsa sipas gazetarit Aleksandër Furçi do të duhet një dekadë përpara se Shqipëria të anëtarësohet me kushtet e reja që kërkohen çdo vit. Shkrimi më pas mbyllet duke thënë se liderët shqiptar janë optimistë, një herë ndryshimi po vjen për Shqipërinë dhe ajo po fryn nga Brukseli.